Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar thosë se Shqipëria ka bërë përparim të ndjeshëm në rrugën e saj të konsolidimit të institucioneve demokratike dhe zhvillimit ekonomik. Drejtoresha e USAID-it në Tiranë, Roberta Mahoni, thotë se me gjithë sfidat në luftën kundër trafikut njerëzor dhe korrupsionit, qeveria shqiptare ka punuar për të shtuar transparencën dhe se zgjedhjet parlamentare të qershorit do të jenë përcaktuese për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Të ndjekim kronikën e koleges Rudina Dervishi. Shqipëria vazhdon të përballet me sfida në ambicjet e saj për të fituar statusin e një vendi plotësisht demokratik. USAID ka qenë përkrah qeverisë shqiptare në përpjekjet për zhvillimin ekonomik dhe konsolidimin e institucioneve demokratike të vendit. Programi antitrafikut është më i rëndësishmi që kjo agjenci ka në Shqipëri. Por me gjithë ndihmën e dhënë, vendi u klasifikua më ulët në raportin e Departamentit të Shtetit për trafikun njerëzor. Drejtoresha e USAID-it Roberta Mahoni thotë se megjithse vlerësimi ishte i drejtë, ai reflekton në fakt rritjen e vigjilencës për të luftuar këtë fenomen. Albania had been downgraded in the eyes of the State Department, which was... Të drejtë Shqipëria u klasifikua më ulët në raportin e Departamentit të Shtetit, por kjo reflekton pjesërisht shtimin e vëmendjes që po i kushtohet këtij fenomeni. Informacionit më të mirë për viktimat dhe numrin e të trafikuarve që riadësohen. Sfida tani është të punohet më nga afër me vendet e destinacionit për të riadësuar dhe për të mbrojtur viktimat. Drejtoresha e USAID-it shikon përmirësimin e transparencës dhe efektivitetit të qeverisë si rrugën për të luftuar korrupsionin, i cili vazhdon të jetë një njollë për vendin. The problem of corruption, I think that corruption is indeed a tremendous problem. Korrupsioni është problem serioz në Shqipëri, i cili kërkon luftë të vazhdueshme në mënyrë që çdo kontakt që qytetarët kanë me qeverinë të ketë një përgjigje të hapur, transparente dhe të përgjegjshme nga ana e qeverisë. Drejtoresha e USAID-it thotë se Shtetet e Bashkuara kanë një partneritet të vërtetë me Shqipërinë për të punuar për zhvillimin ekonomik të vendit. Ajo është optimiste se përpjekjet dhe mundësitë që ka Shqipëria me njerëzit e saj dhe pozicionin gjeografik do të shpërblehen me antarësimin në BE. Por prova më e rëndësishme e këtyre përpjekjeve është ende përpara. Megjithë angazhimin dhe entuziazmin që po tregohet për këto zgjedhje, ka patur shqetësime për pajisjen me kartat e identitetit për të siguruar që të gjithë njerëzit kenë mundësinë të votojnë. Ambasada Amerikane, thot zonja Mahoni, po e vëzhgon nga afër situatën. I think it's an important test. I think it's very important for Albania to demonstrate that it... Mendoj se zgjedhjet janë një provë e rëndësishme. Është e rëndësishme për Shqipërinë të demonstrojë se mund të zhvillojë zgjedhje të lira dhe të drejta, që zëri i publikut të mund të shprehet dhe të dëgjohet. Nuk do të ketë gjë më të rëndësishme për antarësimin e Shqipërisë në BE se sa këto zgjedhje. Të gjitha kuptojnë rëndësinë e tyre. Kam shpresë të madhe se shqiptarët do t'i përgjigjen kësaj sfide dhe do të zhvillojnë zgjedhje të lira dhe të drejta. USAID vlerëson se është shtuar angazhimi i shoqërisë civile në Shqipëri për siguruar integritetin e zgjedhjeve parlamentare të qershorit. Agjencia po kontribuon në mënyrë më modeste se sa në të kaluarën për këto zgjedhje, duke financuar anketa të opinionit publik dhe duke dhënë grante për organizatat jo qeveritare që do të trajnojnë dhe mobilizojnë më shumë se 2000 vëzhgues ditën e zgjedhjeve. Gjithashtu për herë të parë në Shqipëri, me mbështetjen e USAID-it më 28 qershor, do të ketë numërim paralel të votimit me raportimin në kohë reale të rezultateve paraprake nga të 66 qendrat e votimit krahas procesit të numërimit të votave.